Në shkojta po hasa lanë, se s'kam kërë asnjëherë në jetë. E kam u këtu. Ke parasysh kur të fut gishti në plagë, ashtu e di. O, zot lëndë. Asnjë fut me politikës të më kishte djegur ka i shumë. Kjo ishte kështu në shpirt. Kjo është me të fut me të thështë popullit. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare, podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Falenderojmë gjithë ata që na ndjekin nga diaspora, s'duhet të harroj asnjëherë, 25% të paktën të statistikave zyrtare që kemi të Instatit Flak Fare tregojnë që janë njerëz që jetojnë në Gjermani, Greqi, Amerikë dhe Itali, kështu që i falenderojmë gjithë që na ndjekin nga jashtë dhe sigurisht një 75% tjetër që ndodhet në Shqipëri dhe na ndjek në çdo puntat. Ju lutem subscribe te kanali jonë sepse na ndihmon të vijojmë të prodhojmë content dhe mos harroni të na bëni follow dhe në të gjitha rrjetet e tjera sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok. Thënë gjitha kjo falenderoj sponsorët e mi, tani me Argjendari Donaldo që ndodhet pranë nesh për dhuratat e mrekullueshme që kemi për të ftuarit. Argjendari Donaldo e gjeni përballë qendrës Top Tani lehtësisht fare. Go Plus, mos harroni lojën Go Plus. Joni mos harro ka filluar, Joni grumbullon. Joni, do ta marrësh të? Me këtë mbrapa futeni te loja Go Plus, nëse bëni 100 të tilla futeni te shorteu për të fituar një avatar 2 që vlen rreth 55.000 euro. Si janë pak jono. Falenderojmë gjithashtu tonën e cila ndodhet me ne me këto produkte të mrekullueshme, natyrale dhe shqiptare, gjithmonë për turizmin shqiptare, sa bukur e lidha merrim dhe Codigo Tequila është tequila praktikisht më premium, është ekskluzivitet i Flak Fare, por jo vetëm tashmë sepse e gjeni edhe në çdo lokacion tjetër që mund të bleni nga këto pijet alkolike. Harrova gjë jon? Dhe Jute e cila në fakt ndërmjet aplikacionit MyJute mund të futeni dhe të gjeni këste me 0% interes dhe nuk e din nëse ftuara ime ka interes për 0% interes, sepse në fakt ftuara ime momentalisht çdo në opozit. Kush është? Ori me bia i faleminderit që mo jeni opozit kod vështirë. Çfarë bë? Po bëre subscribe. Bëre subscribe. Ua, çfarë kënaqësie, Eduard Rokitje. O Jon, po jep. I did it. Do njëri sot. Joni fajta thoshe. Ori mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Është kënaqësi që të kam këtu. Si e? Mirë, shumë mirë dhe jam shumë kurioze për gjithë mbarbajtjen e flakës, se si do jenë. I ke qefi, ha, këto... Pikantet shumë, po. Ja? Po. Mos, u bë pas Genës edhe Gena kam dhe Suadën këtu, Suada si kalove. S'para na vjen, po bëri një përjashtim sot ori se... E çuditshme. Sot bëri një përjashtim. Nuk e di si ke marrëdhëniet me Suadën. Shumë të mira, prandaj dhe më shoqëroj sot. Më vjen shumë keq për gjithë ata që si ka shoqëruar. S'është mirë na tash me fat. Dakor. Suada, ti do ballafaqosh me të gjithë ftuarit që se ke qenë. Megjithatë, si e ke shëndetin? Mirë, mund të them që jam në një nga periodat e mia më të mira kështu si gjendje fizike, po edhe emocionale. Jam kështu si në paqe. Është vërtet? Po çfarë, si ka ardhur rastësisht apo vjen me moshën? Vjen me moshën. Me pjekurin, domethënë. Pa diskutuar me moshën sade. E mos e s'ka ndonjë që se sa jeti 32 vjeç. Po, jam fiks 39 dhe besoj që po. Je 39. Po, jam. E kam, për zotin e kam. Po të zhvishëm, do shta mund duk. Hajde ta vërtetojmë njëherë, ke parasysh. Nuk mund t'i lëm njerëzit kështu ignorant. Të lutem. Dakor, pra e zhveshur nuk duket 32, duket diçka më shumë. Ja, 18. Zhvishur se njerëzit nuk mund të jetojnë një. Shmish. Dakor. E më mirë kam genet e mira. Vërtet? Kujtin janë nga genet? Babait. Nga ishte... Po. Genet mira. Shumë. Si Qilieta që thajnë gjaj babait nga mesja poshtë. Dikur thash. Nuk e kam parë. Qilietën apo? Më ka humbur këkomen. Okej, jo, dakor. Pra je mirë fizikisht, mirë emocionalisht. Po, jam shumë mirë. Je happy? Faleminderit që më pyet, se sikur s'na pyesin e herë, si je? Po pra, ajo është më e rëndësishme, si e? Shumë mirë. Ka që ishte intervista kjo. Do të prezantojmë informatin, nuk e di nëse e ke parë. Kisha ngërë një sallam paktën, pastaj ti. Jo, do ham një thua. Ideja është që ne shkojmë nga më pak djegse tek maksimumi djegseve, deri tani në gjithë eksperiencën e Flak Fare, çfarë është e vërteta, vetëm Stefi nuk ja ka dalë që ta çojë deri në fund. Ne kemi pasur edhe vajza edhe çuna, të cilët ja kanë dalë që ta çojnë deri në fund. Okej. Kështu që
Duke ditur që ti ke një gen shkodran që është verior dhe një mallakastriot që është jegër Gjysë verior po prapë. Gjysë verior, po. Besoj se do ta kesh inatin ta çosh deri në fund. Po. Aq më tepër që dhe i ha djegësit. Mua më pëlqejnë, realisht e konsumoj, domethënë ushqimin pikë. Tani si me bujrumi salcën e parë? Fillojmë. Po, me tonat gjithmonë. Bujrumi Kjo është e e lehtë fare, salca kjo e e parë. E kemi një sallam, një salcë? Jo, gjysë. Ha sa duash për zotin, se këto e mbledhin në fund ja japim Jonit. S'kisha ngrënë sot. I heq në montazh më palash. Shisin të guzë. Por e ëmbël. Është ëmbël, është ajo që e ke provuar dhe më parë. Them ka lëp të dyta. Po nuk është ideja dhe bëjmë dhe një bisedë, kemi për të ngrënë apo? Lebrit ka një gjë. Kur pinë për dolli dhe mirësi, thonë gjithmonë që duhen hedhur shtresat. Jemi te themeli, stresën tjetër që ti ta mbash. Shtresat janë ushqimi. Avash, pse? Okej. Pse svura duhet kisha marrë dhe një kofë shqingji sot? Ure, megjithëse jemi aty që të marrim vesh ca gjëra që mbas edhe njerëz nuk i dinë. Si je ti me ushqimin, domethënë çfarë? Është shumë mirë. Domethënë unë konsumoj Çfarë pëlqen të hash? çdo gjë. Mish, hell, gjithë tradicionalet tona, se tani me ato jemi rritur. Vdes për pul me pilaf. Pëlqejnë shumë bamjet, bizelet, imam bajaldia. Pse e quajnë imam bajaldi tani? Po tani imam bajaldia na ka ngelur se nuk është recetë e jona. Patlıgjani mbushur. Po mirë. Ose bamjet janë tona, të fakt. Po mirë, nuk kanë edhe shumë ndërlikim bamjen. Fasulet më pëlqejnë shumë, me pikante, me spec djegës, me turshia, me djela. Klasike fare. Po. Gatuan vetë? Gatuaj. Jetë i pjej. Të gjitha këto që të pëlqejnë i gatuan për shumë si suada? Të gjitha këto që më pëlqejnë i gatuaj. Gatuan mirë. Ku e ke provuar? Tek shtëpia ime. A ti, me kolegët, ti ke marrëdhënie edhe më miqësore tipit? Po, shiko, kur kolegu të bëhet shok, pastaj nuk është më koleg. A mund të bëhet shok kolegu? Po, patjetër, unë kam shumë shok të medias, kolegë të medias që më janë bërë shok të ngushtë sot. Kush janë ta? Isli Islami, Suada, Flori Gjini, Eno. Popi? Po. Tani se do harrojnë do një e do më shajnë. S'ka problem. Ema Andrea që punoj aktualisht, Aida Tuci që ka qenë autorja e Wake Up-it. A nuk i komplikon kjo marrëdhëniet shpesh, se në kulturën shqiptare, shpesh për shkak të konfidencës që krijon miqësia, po themi, shpesh ka shkelje të etikës profesionale, sepse ke parasysh teprohet në sensin e konfidencës që krijon. Të ka ndodhur? Jam dakord edhe ka ndodhur, po diskutim që ka ndodhur, po nuk ka ndodhur në nivel shoqërie. Pra, jo rastësisht unë jam bërë shumë shoqe me individ që janë qenë si unë. Pra ne kemi ndarë të njëjtat rregulla parime dhe kemi qenë shumë qartë që puna ishte punë dhe shoqëria ishte shoqëri dhe s'kemi çeduar nuk di asnjë rast që të ketë kundërshtuar njëra tjetrën kjo gjë. Edhe produkti ka qenë shumë i mirë, kështu që është shumë e qartë. Mos vall fakti që ti e ke nisur shumë shpejt, ti e ke nisur 17 vjeç me mediat apo jo? Po. A mos është vall fakti që ti ke jetuar gati shumicë në jetës brenda televizioneve, po themi, ose brenda profesionit? Që më ka bërë kështu më rehat. Jo, që të ka bërë që të shoqërohesh me njerëz që i përkasin po të njëjtit profesion. Unë nuk jam konfliktuale fare, dhe jam shumë e rehatshme për të punuar. Konfirmon ajo. Konfirmon. Por ju keni ardhur me skenar? I kam idet shumë qarta, mundohem të jem shumë korrekte, mundohem të jap maksimumin tim për aq sa unë e mendoj dhe jam tipi që e lë dhe një fjalë më shumë të bjerë në tokë. E lë dhe një situatë që të kaloj, përsa kohë që e tëra na vlen më shumë. Qoftë te puna, qoftë te shoqëria. Që nuk mendoj që është thjesht eksperienca e medias që të bën ty më rehat në marrëdhëniet që krijon me kolegët kudo qofshin. Se kështu ka qenë në çdo punë që kam bërë dhe unë kam bërë edhe biznes, kam bërë dhe marketing, kam bërë dhe evente, domethënë kam bërë shumë eksperienca punësh. Dhe përgjithsisht kam bërë miq. E qartë. Se nuk tentoj të konfliktohem, jam shumë e kujdesshme për hapësirën time, nuk tentoj mos ta shkel hapësirën tjetër, gabime bëjmë gjithë, hapësira pastaj për të thënë ndjes. Më kujton Gjibanin pak a shumë si natyr. U vdes për Gjibanin. E po kush nuk vdes për Gjibanin? Ta që me thënë drejtën. Edhe unë të vërtetën e them. Është konfliktual, po. Mua më pëlqen Gjibani si artist, unë jam brezi që
kënga e tij ka qenë super hit për ne. Patjetër. Sot e kësaj dite kemi shumë kujtime kur e kujtojmë, ne qeshim syt, qeshim. Po sigurisht. Bëjmë shakara me miqtë e gjimnazit. Kështu që jam shumë e lumtur që ka lënë një gur të këndshëm të bukur tek memoria ime. Më shumë e kisha tek pastaj kjo pjesa tjetër është e parëndësishme. Është puna e tij nuk. Puna e tij po qartë. Dakor, shkojmë tek e dyta Suada se na fillon kjo pse na akuzon s'ta për nga ashtu kurrnetër. Jeti? Jo. Jo. Fare. E mira po e keqe të mos jesh? As e mira se keqe, po mendoj që do duhet të isha pak më e balancuar. Do më shpenzon për veten më shumë apo shpenzon për tjerët? Jo, nuk e kursej fare. Lekun, Nuk e kursej politikës. as për veten e ja ku e ke dhe Suadën. Po nuk është çështja sa lek kam, unë ato lek që kam i ndaj. Në me thënë jam gjymerte. I ndaj nga xhepi djathtë dhe i majti. Jo, unë jam realisht gjymerte, do me thënë. Yeah. Po. Fiksi puna ime. Dhe më kujton një personazh tjetër. Gjiban. Prap? Good. Se s'ta farës. Jo. Jo, unë që se është kështu, unë do t'i shkruajt e të gjë, duhet takohemi, se qëkër kemi njësoj. Është djali mirë shumë, unë e kam shumë përse. I know. Tani do të tretën. Po, hajde që të më diqesh se je aq chill, domethënë, po jam ta që të nxirja që nga komforti. Oh. Po çfarë është tynë personin? Çfarë është tynorin e birin në moshën 17 vjeçare thotë do dalë media? Nuk e di çfarë më ka shtyr atëherë. Më dogje. Më shumë. Që ka dhënë sinqert. Por fik më këto një personazh. Mos i sjell personazhe këti. Duhet ishe e para. Dgjoj, ka qenë krejtësisht rastësi. Domethënë shoqja ime e ngushtë e gjimnazit na thot për një audicion që bëjnë Vision Plus me të rinj, atë revizionin bën shumë emisione me të rinj. Po. Edhe unë shkoj në audicion. Qa ke dogje që më duket? Po. Kjo ishte më e strukturuar. Është çika. Shkoj bëm audicionin edhe E fitove ti? Po. Ishim 4 që fituan, po pastaj ata e ndryshuan formatin nga do ishim si më thënë 2 çifte. U bëm vetëm një çift që isha vetëm unë me Turin. Turi Hyskon, po. Po, Turi Hyskon, po. Që atëre. Mitik. Dhe që atëre jemi shok. Ja, koma dhe Turin. Fam, nuk prish marrëdhënie me njëri. Ja. Nuk e di çfarë duhet i bësh kësaj vaze që të mërzitet me ty. Ka mërzitur njëri? Po, patjetër. Patjetër. Domethënë kam patur dhe unë marrëdhënie shoqërore që më kanë zhgënjyer. Patjetër, ishte pyetje idiote të ka mërzitur një. Sigurisht ka mërzitur një, po si reagon? Je akmarrëse, je impulsive, je fare? Domethënë, maksimumi i impulsivitetit është që nëse realisht më ka ardhur në majt hundës, pastaj patjetër që dela i geni malla kastriote dhe unë do të them të gjitha në një amplitudë të konsiderueshme dhe në atë moment. Kur e thua amplitudë tek fjalori apo tek e gjithë paketa? Në të gjithë paketën. Zë, volum, gjithë paketën, po gjuhë trupi, hidhen kput. Është si një stuhi që vetëm vjen. Jo, ka qenë prezente në një rast. Po jo, me ty nuk kam bërë. Po, me të tjerë, po. O Suada, pse s'vjen këtu në Nëse? Jo, më kujtoja vetëm një rast që o zot ti më... Çfarë mund të bësh për shembull? Mund t'i godasësh me një objekt që ke në dorë? Jo. Jo, nuk je e dhunshme. Mund të fantazoj. Fantazon që mund ta godash me një skenare. Edhe mund ketë. Edhe më të komplikuar se aq. Jo thjesht një goditje, kupton? Të tipit e merret çani. Se ti dola huqu, nuk e di sa shënjestër kam. Edhe malla kacar, bjejm tul. Si di për të. Qeshti vlla, se me pagesku. Ke ardhur për, po. Unë tentoj të jem e drejtë. Edhe nëse thyem për një gjë që realisht ka prekur thellësisht. Po kjo është relative, ori. Dhe kjo është shumë e drejta jote në raport me atë që mendon dikush tjetër që është e drejtë. Nuk është më relative kur flasim për raporte që janë në kohë. Pra që ti ndan. Edhe patjetër që ke patur gjithë mundësitë për të kuptuar limitet e personit tjetër, defektet, të mirat, këqijat, kështu që kur ka një thyrje pastaj që vjen pas një kohë gjatë që ti e njeh dikë. Mendoj që s'është aq e lehtë. Dhe unë thjesht iki përgjithsisht, nuk para konflikton.
Ore që ka me u bë shoqe me Orin, po tani s'flet me gojë, është deputete. Isha, s'ka më mend. Po, tamam e lavë. Flas prap. Mund të bëhemi shok? Po patjetër. Se ja do kandidoj prap, po mua gjithçka votoj. 5599 vota. Sa shok ke? Ai ishte? Ndërtar, më thënë gjysmën e një. Shoqëria e gjerë, mutual friends. Po shiko, për shembull, më ndodh çdo ditë që nëse shkoj në përvende që s'kam qenë, unë t'kam votuar të. Edhe rrim bëj muhabeta, kështu që Do të pyes edhe për jetën politike, po duhet të më thuash, domethënë të bëjmë një kalim. Si erdhi ftesa ose marrëdhënia me Topin, me si kanë filluar? Është shumë e lezetshme. Ja, prandaj të pyeta. Se mua më kanë marrë disa herë në audicione, po se kush... Në Top? Po. Fakti që kanë marrë disa herë do të thotë që s'ja ke dalë me gjithë. Më vinin vërdall me audicione, okay. Nuk ja dilja dot se ishte si ajo sjellja që sa e mirë, je fiks. Dhe kur shkoja unë pastaj s'isha më fiks. Po këto janë kora dhe më vonë, kur unë jam bërë zëdhënëse, më kërkuan që të bëja në shtëpinë tonë, ka qenë ai emisioni i Paraditës. Dhe unë sa isha bërë zëdhënëse të i them që nuk qëndrojnë të dyja bashkë. Unë nuk mund dalë dhe në selit jam deklarata dhe t'jep në emision, dhe me thënë, s'bën sens. Qa moshe isha aty? Atëherë kam qenë 26-7 vjeç. E freskët? Po. 26, po trupi 8 metë. Vazhdojmë. Konstant. Kemi ko me këtë trupe. Konstant. Edhe... Pastaj... Shkom bëbë me këtë GoPlusin tani, po ma tërkon shumë bukur. Kur kam patur... Si Julia Roberts. Sa për kisha bërë një restorant në Tiranë. Kishe bërë dhe restorant, të se di unë këtë informacione, di e ti këtë gjë? Ai restoranti nuk funksionon më, kështu që mund ta përmend. Po mund ta përmend edhe nëse funksionon, më pse që do na drejtori do na thotë gjë. Joni mund ta thotë? Jo. Thuaj. Umami. Umami, se ti ke pas umamin? Po, me Renato McCollin, po. Ti ke pas umamin? Kemi qenë 3 partner. Edhe Renato, edhe ti? Po, dhe një djalë tjetër, po, që ishte shoku im që 8 vjeçare. Shoku. Jo, shok. Ja, mo letë. Ore, thjesht kemi qenë klasa paralele. Bravo. Umamin. Kam qenë dhe umamin, ta kisha ditë. S'kisha shoqja atyre, po? E pagova 1-1. Do të kisha sill diçka për të pjosur. Por nuk e vën diskutim se ka gjurmete sa the që jep. Po, ja, ma ashtu bie. Kartopecetat i keni nga pronari. Edhe te restoranti ashtu isha me të drejtën. Prishje shumë. Po kur edhe me ortak është problem. Isha nga të mijat. Okej. E vendosi Renato për shembull, s'ti jep gurç vrasësh veten nga dëgjuar. Po mirë bën, kështu duhet biznes. Ashtu duhet. Ai të mësoj për shembull se si mos të ndryshosh kur të vazhdosh. Po mbasi i ka unë biznesi u mbyll, kështu që nuk e di. Ato lekët që dilin ja, nga xhumerllëku, si e thon fjalën, xhume, nëse. Dali këtë tjetra? Po vaj, vemi tek umami, po. Ti duhet të më thënë, je kështu i ke qef këto. E njo. Po. E njo gastronominë familje, e njo biznesin. 26 vjeç si përfundim shtëpinë tonë, aty ma... Zëdhënëse e lash atë, pastaj kur kisha umami, që kam qenë, sa kam qenë se ma e bën, po besoj 31, diçka e tillë. Ishte 31, po. 31. Unë që po konfirmoj ishte 31, sikur unë... 31? Ishte 31. Atëre më ofruan të bëja wake-upin. Jo, jam shumë oke. E mirë, e po shion, sa i natë jekam? Po, shion. Jam shumë mirë. Aty erdhi Eno më takoj, njiheshim me Enon, me Ledionin, me A do vish punosh në Top Channel? Me Jamie. Vdesu pra zërin. Zëri zyrtar. Po. Edhe unë thash po. Edhe mbaja dhe restorantin, mbaja dhe emisionin. Do më thënë mbaja emisionin shkoja në restorant. Punëtore? Po. Je punëtore? Po, jam. Më ka thënë Suada, është punëtore shumë. Punon nga 4-5 orë në ditë nuk... Si ndahet. O, zë. Ja, mëse shaka. Ishte e bukur. E mirë ishte. Po. Dhe nise ti. Wake up. Unë wake upin ju kam ndjekur, kam qenë konsumator i madh. Unë wake upin e ndiqja edhe para jush, kur ka qenë Ledioni dhe me Enon, ka dyshë shumë e bukur, patjetër. Domethënë që në 2012 i mbaj mend. Dhe pastaj erdhët ju. Në fillim kisha këto skepticizëm pak. Por rrugës u bëra shumë i mirë. Domethënë, e di se ishte muhabeti im me ty, kur fola me Suadin tash që mund të themi Orit, mbasi në një lloj forme të kisha glorifikuar se isha ai personi që kur s'mendoja se mund ta takoja, sepse gjithmonë e dëgjoja e ke parasysh si në radio. Si në radio. Dhe është fiksi ai rasti asaj vajzës në gjimnaz që ajo mund të ketë qejf
Dhe ti kur se imagjinon që mund të ketë qejf, kupton dhe ke kushtëzuar atë marrëdhënie s'ka ndodhur kur kot nga komplekset e tua. Ja ku më erdhi Joni ç'ke, e di që e ke ndjerë edhe këtë gjë. Ja kështu ndodhi. Po jo, unë realisht kam gjithë jetën që jam kështu. Edhe gjëja parë se ishte shumë kam gjithë jetën që jam kështu, domethënë budallik i madh. 18 vjeç. Në sensin që ke shumë vite që adulte që je. Miqtë e mi, sa herë që unë dilja në televizion ose bëja ndonjë emisione, gjithmonë thonin sa rahati se je njësoj. Pra ata njerëzit që më njihnin nuk bënin asnjë diferencë midis meje në ekran dhe unë në jetën time të përditshme. A mendon se ky është i pari më i mirë që ke në media? Unë nuk mund të përcaktoj që ky është i pari më i mirë që kam në media. Por unë mund të them që dashur pa dashur u bë tipari im identifikues. Vërtetësia jote? Po. Të qenurit unë rehat me veten time në të mirë në të keq, u përcol në një mënyrë të vërtetë edhe te publiku. Krijoj një besim të vetin që unë gjithsesi isha e sinqert dhe në një farë mënyrë u përqafova. Po edhe unë ashtu e kam ndjerë. Po. Më kam ndjerë atë në fillim më zhdukur pak se ka qenë graduale shumë. Po, çfarë ndodh është që media na kanë mësuar që duhet na pëlqej ose të paktën kështu jemi forca e monotonisë të dëgjuarit dhe parit, që këta gazetarë duhet të jenë me lajle lule, shumë të artikuluar shpejt kështu, e ke parasysh? Po, se vinim nga i mentalitet. Po, ti sot një model më chill, më rehat. Po, dhe më thonin në fillim, më thonin. Edhe unë shumë ndjeva. Fol më shpejt, mos e mendo, i thoja, më fal, unë nëse nuk mendoj dhe them çfarë më thua, nuk jam unë. Dhe unë e kam pasur gjithmonë këtë problem, që ose mua më jepi një skenar, unë kisha shumë vështirë ta lexoja skenarin. Pra unë doja gjithmonë pikat, informacionin faktik kryesor dhe pastaj gjithçka tjetër do duhet të rritem. E ke parasysh? Se kam thënë asnjëherë gabim. Po sigurisht kur thua një gjë që ishte jote s'ka. Ama te wake up-in e kemi patur një veçori shumë të mirë, që duke qenë dhe miq, kimin e kishim shumë të mirë. Punonim shumë mirë me njëri tjetrin. Ti u bëre mik gjatë emisionit apo? Po, me Islin për shkak Isli ka ardhur ka pirë kafe me mua që pa filluar emisionin, më mori vetë në telefon dhe më tha, a do pim një kafe që mos t'jemi si dy të huaj më pas në punë. Dhe kishim praktikisht të njëjtin parim, dhe u gjendëm shumë komode dhe që nga ai moment situata mori vetëm përmbar, edhe ne u bëm shok shumë ngushtë. Isli ka shumë humor tani që... Ka humor të zi. Po të zi fare dhe njerëz mbase nuk e din të gjithë se sa humor ka Isli, po Isli është... Është shumë inteligjent dhe kjo ja bën edhe humorin që t'jetë sofistikuar. Isli, për mendimin tim, mund t'jetë mbase dhe një nga më... ose dhe më i talentuar nga gazetarët e rinj meshkuj, po themi që mund të ketë vërdall. Nuk e kam parë më të mirë. Profesionalisht, si karizëm, edhe si... Estetik, e tjera, këndon. Po, është i kompletuar kështu. Foli kjo e Borbardhës, i gjatë, tha, kupton? Po shikoj, nuk ka faj. Se mo qa ka në të shkurtrit? Asgjë nuk ka, po thjesht kemi më pak të gjatë. Nuk po flas për Jon. Gjithsesi shkojmë tek e kam kape, i pret në montazh, mos e vrim me një. Ku jemi tek e 5 jemi? 5. Oh. Te kjo do. Ai nuk djegin shumë jo. Vërtet. Shifa unë. Çiç bën? Bravo. Restorant, radio, zëdhënëse. Çfarë tjetër ke bërë? Biznes qendra tregtare. Si biznes qendra tregtare? Marketing, PR. Pa mi PR tani shumica e njerëzve. Jo, po ka bërë PR. Me të keqen vllai, ha. Ha, mos e vrim me. A tha më shrehat. Trupin 18 vjeç nuk ndryshon asgjë. Do ta si dhe Maja, do ta kafshosh? Sa nuk isha parë sallam. Asu nuk parat, betohem. Unë do të jem healthy. Ja, për atë do të pyesja tani. Dy gjëra, do të pyesja mos i harroj. Njëra është të pyes për dietën, në sensin që më thej, i ha të gjitha, po sa duhet kujdeset njeriu pas një moshe të caktuar, për shembull se ti po afrohesh 47 sa the. 39 tam. Po mi më bie trupi pas një moshe, ndjej dhe unë. Gruas jam, po si grua ndjen. Shkencerisht, jo në atë sens. Bie që 25. Jo. Po, shkencerisht. Si bie? 25 fillon rënja. Barazohet numri i qelizave të reja që trupi prodhon me numrin e qelizave që vdesin. Dhe pastaj në komunizëm raporti
Po flasim tani mo demokraci. Raporti, jo, demokraci pa demokraci, raporti vetëm vazhdon. Ama nëse ke Përveç patur trupit. Shiko, varet edhe si e ke patur jetesën. Se nëse s'ke abuzuar Ke në abuzuar njëherë ti? moshimin, jo. Po me alkoolin? Po me cigaren? Nuk të thoja abuzuar. Por? Por ja, për shumë, duhani është një gjë që nëse ti e ke konsumuar deri 40 vjeç, patjetër që do e ndjesh. Ku do ta ndjesh? Mund ta ndjesh. Do ta ndjesh 80 do ta ndjesh kudo gjithë diçka. Jo, po duhet kujdesesh më shumë, pastaj duhet bësh më shumë sport, më shumë aktivitet që Qartë. të kompensosh. Pra cigar ka abuzuar në gjë tjetër? Ja. Mos u lodh fare. Po ti prisja që unë do prisja që ti do ta thoja nëse do e kishe bërë. Po pra zot që e kisha Po thënë. lemo zoti ti ky teatr, ai ateiste, e ke pranuar publikisht. Unë jo. E bësha ka. E provokova një situatë. Trau. Beson, a? Besoj. Çfarë feje? Muslimane. Unë jam Bektashie, tamam. Bektashie. Është gjithë zona që jemi Bektashi, po që është dek. Edhe unë Bektashi jam si dek, po që besoj në një zot të madh, nuk është se kam një. Ti i respekton këto? Jo, nuk i respektoj. Në sensin i ndjek, jo i respekton. Nuk i praktikoj. Jo. Nuk i praktikoj si fe, nuk kam asnjë fe që e praktikoj, madje edhe e vogël kam qenë dhe në xhami dhe në kish dhe kam dashur shqiptarë. Po, se ne edhe jemi rritur pak shumë, po edhe ai kurioziteti për të mësuar pak nga të gjitha. Për kish laç tha inshallah. Kam dëgjuar si shpreh këtë. Për kish laç inshallah. Mirë, ata që e besojnë. Jo, në sensin që beson edhe kishin laçi dhe inshallah në fund, kupton? Inshallah. E kupton sa e vërtet. Interesant. Tjetra ishte tek profesioni do të pyesë, si të duket tani që janë shtuar dhe shumë podcaste, jemi bërë qind me podcaste. Pa asnjë lloj kriteri, si duket është gjë e mirë që po bëjnë shumë podcaste, është gjë e keqe? Unë mendoj që podcasti është një gjë shumë e mirë. Dhe përveç se shumë e mirë, si gjithçka që lidhet tani më me këtë tregun e ri të online-it, është e pamundur që të ketë kritere. Është shumë e vështirë që të ketë kritere. Ama koha do të diferencojë njëri nga tjetri. Eksakt, një kam thënë. Kështu që s'ka asnjë problem pse shtojnë, le të shtojnë sa të duan. Si lokalet njëri një kohë, me thënë, që të gjithë bëni vetëm bar. Amaja ku i ke rrugut sot prap plot me lokale dhe bare janë në një farë mënyrë. Kështu që unë uroj që sa më shumë podcaste të ndihmojnë që konsumatorit të edukohet me podcaste dhe pastaj të di atë që ti konsumon, çfarë konsumon së shumti për argëtimin tënd? Përgjithsisht maksimumi i podcasteve që mund të kem parë kanë qenë ato në Netflix. Letterman edhe intervista, po ata i kanë quajtur podcaste me idenë që i kanë bërë kështu. Po podcast është çdo gjë se dëgjoj këtë. Shiko, podcast quhet një emision edhe televiziv, thjesht është TV podcast. Po, fiks, e vërtet. Edhe filma. Shef. Kush është një film i bukur që ke parë? Ta ndaj me publikun. Së fundmi. Jeta ime, Sali Berishka. S'besoj që ka një film për atë. Po pse ti? Ka. Ja, duhet të mendoj pak tani. Ka për filmin e tënd, për të vështira janë këto kur. E di pse se nuk memorizojmë dhe emra ne. E para se memorizojmë emra, e dyta unë konsumoj filma. Po konsumon ai shumë se që nuk dhe kur konsumoj filma, jo, janë përgjithsisht filma që më pëlqejnë dhe nuk më vijnë tani. Qartë, nuk diferencon dot se çfarë. E di çfarë më erdhi ndërmend? Jo. Pretty Woman. Se pash në Instagram, jo se kam parë tani, po e kam parë shumë herë. Dhe pash në Instagram Robbie Williams që thoshte në një intervistë që kishte ngjitur Julia Roberts dhe ishte kështu, o zot, do me thënë çfarë fati, kam parë Pretty Woman, i tha 6 herë radhazi, do me thënë njëra pas tjetrës, dhe në fund tha, kisha një dëshirë shumë të madhe që të çoja një prostitut të bënte shopping te Boulevard Drive në LA dhe e bëra. Vërtet? Ai. Dakor, si të është dukur Pretty Woman, do në sensin, më jep shkallë të bëj pyetje, por këtë do ma thuash pas salcen. A mund një grua për shkakun të jetojë me lekë të burrit? Jo, kjo është e pesa. 6 jemi tani. E hëngër pesën ti? E hëngra pse? Thash se. Para kalova unë. Do të më ushqesh? Jo, po të sfidoj që ta gjyë e mirë. Ua, rob të që tha. Po Joni, këna që ta i kur digje më, vdes. A mund të jetoj... A mund të hajsha të shikimin e qilosur, të lutem, se është gjithë kohë se qilosur. Qilosur, qik.
Mund të jetoj një, do gjë që kjo. Një prostitut. Jo, një prostitut, që prostitut, mos ta banalizojmë muhabet. A je dakord që të ketë prostitucion legal një? Po, patjetër. E ke platformë të brenda PD-s? Ja. Pse? Nuk merr. S'm thrasin mbledhi. Nuk. Nuk të thrasin më, ka seriozisht. Kam mësuar që kur nuk të pyesin mos fol. Nuk të thra. Mos jep këshilla kur t'i kërkojnë. Është. Po anyway, fare? Por unë si mendoj që po, madje mendoj që nuk do të ishte hequr kurrë. Prostitucioni. Në vendin ton absolutisht. Mendon se mund ta bënin e burrat apo i takon vetë? Është më mirë për gra. Po pse mos ta bëjnë e burrat, si ta ndjejnë? S'është problem. Gigolo. Po. Do paguaj vetë për shumë për një shërbim? Se kështu bëjnë liberal gjithë, kur i vjen punat e vetja, jo, mo që... Po, unë jam liberale që t'jetë si produkt. S'kam nevoj, tha me pagujt laliot, unë më mirë vdes, edhe leksja për atë më bet. Me thënë të drejten, edhe çunat, edhe gocat që atë pjesë të kënaqësisë së jetës së tyre e ndajnë veçmas nga tregtia, i vlerësoj. Por kjo nuk më pengon që të jem dakord që të ketë liri. Po më dakord jemi, më në sensi, po s'më përgjigje, më ndoli me ta marrë sikur ishte përgjigje diplomatike, pra. Jo, mërë burë e tha shumë bukur. A do paguaj për atë shërbim? Jo, kur? Pse, moj zonjë? Never. Po kush është arsyeja duhet aty? S'më Ore tjetri mund të jetë 2 metra, reklam. Një sekond. Reklam i bukur. Mbase nuk të vjen rasti. Dhe 1 minutë. Të pres unë sa duhet. Që ti të duhet. shkosh te pagesa, do duhet ta duha shumë si shërbim. Pra ti tani po vdes që ta kesh atë produktin edhe thua ok, unë paguaj që ta marr. Në një shoqëri të lirori është kështu, nuk po them unë që ti duhet të çohesh në mëngjes thua po vdes për të marrë Po burra do ta bënin. Para pune, mas pune. Jo si ndodh jashtë, jo. Si në Gjermani si ndodh, sa mbarojnë zyrës, bresin gjithë poshtë. Patjetër. Po edhe gratë. Nuk e di. Po sigurisht se ti normale, ja këto ndasit s'më pëlqejnë mua. Po se ndasi nuk e di. Gratë zakonisht marrin për shembull mblidhen goca. Po janë qefin e tyre. Edhe marrin një kështu që kërcen. Po marrin një zjarr fiks, kupton? Që bën strip. Zjarr fiks polican këto profesione. Këto ndodhin nëpër filma. Zjarr papagall. Çelsin papagall, mos qesh një kohë edhe bën ato spektaklet e tyre, dhe kaq kërcim, futin një lek, pastaj kush do të paguaj më shumë. Hapet rubineti, tani mos më shkoj. E mbaj më Çelsin papagall. Kishte edhe një video aty që i hape. Ma më Çelsin papagall në vetvete apo atë që mbante Çelsin papagall? Seria pas babait. Strip club do shkoje? Po kujtoja, kishte një Çels kinez aty nëpër të apo jo? Unë nuk e kam kuptuar diferencën e papagallit me kinezin. Di dikush? Duhet hulumtosh pak. Nice. Kështu është. Nëse më duket papagalli është ai që hapet kështu si ske papagalli. Po. Ka një kështu. Ai është që hapet kështu, kështu. Konfirmona e sigurisht di. Dakor. Strip club do shkoje, pse më shikon ashtu? Po, do shkoja. Do shkoja strip club, ja aq më i hapur. Në femrash apo burrash? Apo dyja se ke problem? Shiko, jam e sigurt që do shkoja se do isha me miq, me shokë, me shoqe që do donim të gjithë të shkonim edhe patjetër që kjo gjë do më bënte të isha okay, qoftë me burra, qoftë me gra. Po që jashtë për shembull ka edhe vende që janë realisht disi më artistike në një farë mënyrë, me çfarë kam parë. Po, është e vërtet. Që bëjnë show, bëjnë balet, do me thënë kanë koreografi, pra është... Për baleti është, për baletin shkojnë njerëz, nuk është... Seksuale, por, jo, është seksuale, e ka ngjyrim erotik, po nuk është vulgare. Vulgare, përgjithsisht më pëlqen. Por nëse do isha me miqe, me shokë, që do donin gjithë shkonim për eksperiencë, absolutisht që jam gjithmonë e kujdesme që mos t'jem ajo që thotë unë zvi. Do të thënë e bëj për ty, nuk është se... Jo, për ty, për atmosferën, për gallatën e grupit. E lëm bisedën e street clubit se nuk është se është në një gjë kush e di. Domethënë, unë besa po kuptoj ti easy going dhe open minded në këtë gjë. Jam shumë easy going, po. Okej, kjo është gjë e rëndësishme. Do ta falet Racin? Falet për shembull, me qenë se easy going, se ti po më provokon, nuk kam asnjë pyetje të gatshme, provokon. Dgjoj. Realisht, domethënë, nuk e di. Ma iluminoj tani. Nuk e di, është pra, unë nuk jam drastike të tipit, më tradhtoj, bota mbaroj, jo. Varet shumë nga gjitha rrethanat. Pse tradhtojnë njerëzit, mendon? Mendoj që, sidomos burrat tradhtojnë nga nevoja për të ndjerë më të,
se di, afirmuar, më të dashur, më të nevojshëm, I don't know, do me thënë, janë disa gjëra përveç anës seksuale fizike, do me thënë që... Që është e para. Është aty, pra. Kështu mendoj. Por të afirmuar, thua ti. Po, më duket si... Po gratë pse tradhtojnë? Se i edhe vetë grua, dhe normalisht e di. Gratë tradhtojnë për mendoj, pak më... Tani, bjem dakord së pari që ka dhe gratë dhe burra që janë njësoj, pra... Jo, nuk bjem dakord. Unë bje dakord të vetë që ka dhe gratë dhe burra që... Në qoftë se e aq i zigojnë, duhet bjesh dakord me mua. Që janë njësoj, komplet njësoj. Pra, mund të tradhtojnë njësoj. A kanë tipare feminile disa burra dhe disa gra thua kanë tipare mashkullore? Te tradhtia, për motivin e tradhtisë? Te marrëdhënia dhe te tradhtia janë njësoj. Nëse është vetëm seksuale, pra nëse thua që është motivi vetëm, është atraksioni seksual, mbase arsyeja sepse ka shkuar tek ai atraksioni seksual mund të jetë tjetër për burrat dhe tjetër për gratë. Këtë po them, se që mund të ndodhi për të njëjtën arsye, po. Unë thash atraksion seksual dhe mjafton vetëm kjo, si për burra dhe për gra, janë disa tipologji që janë njësoj, pra e kanë në karakterin e vet. Do tradhtojnë gjithsesi. Mund të visi pasojë e faktit që... Jo, pa pasojë e fare, ashtu janë, valla. Jo, se këtu ka një temë shumë të rëndësishme. Se du dalë të kjo pjesa tjetër, se kjo më intereson. Do dalësh. Por shqiptarët në tërësi thonë burri tradhton me diçka, gruaja tradhton me zemër. Tani, po nuk po flisja për këtë kategorinë, pra tani dalim te kjo. Nëse themin që gratë shkojnë dhe vetëm seksualisht, do thotë që gratë jo gjithmonë tradhtojnë me zemër. Tradhtojnë dhe kot. Po more po, ka gra që janë si burra. Njësoj. Si, një sekond, po ka burra që janë si gra, pse e nxorë të keqe burrin ti. Ka gra që janë si burra, tha, që shkojnë dhe kot. Ka dhe nga to, se zakonisht gratë ka një arsye të fortë. Të shkreta. Ka të tjera që ma thuaj këtu më ditën. E ka si përmbushje emotive, pra emocionale. Kurse përmbushje dhe ka nevojë për emocion, ka nevojë... Po dhe burrat mund ta bëjnë këtë gjë. Po patjetër, te gratë është pak më shpesht. Ti thua që zakonisht gratë tradhtojnë për të përmbushur emocionalisht? Se ndjen bosh, se ndjen jo ekzistente. S'është aty për... Pse se ndanë? Nuk ti tradhton ndonjëherë si bleu çandu, me thënë nëse jetë ajo marrëdhënia. Jo, bëj shaka, ishte egzagerim, ishte kot. Ishte kot, po mundohet mos ta thelloj, sepse shiko, 50% e grave dhe burrave tradhtojnë. Domethënë mesatari e tradhtisë tyre, të paktën sipas atyre statistikave që kanë parë, është e njëjtë. Po absolutisht. Domethënë një lloj tradhtojnë dyja gjinit. Po themi pra. Por edhe brenda kësaj 5 vjeçës ka disa tipologji. Dikush ishte një gjë interesante, ishte shumë e bukur. Orari punës. Jo orari punës, interesante shumë ishte psikologjia e burrit dhe e gruas se si ndryshon. Burrat i vriste jashtëzakonisht shumë nëse gratë i thoshin që unë të tradhtova sepse ai ishte më seksi dhe më i mirë se ty në shtrat. Ndërsa gratë e vuanin shumë nëse burri i kishte tradhtuar sepse e donte atë, e dashuronte. Pra, nëse ishte tradhti për seks, nuk ka problem. Nëse ishte tradhti se e donte atë gruan. Dhe kjo i thot të gjitha. Pra gruaja ka hallin e dashurisë, se gruaja të do dhe gruaja mendon që në momentin që nuk ka më dashuri, është fundi. Burri ka hallin të jetë mbreti, hamshori. Se mos i ikën fronin i krevatit. Je tradhtuar ndonjëherë? Nuk mund ta themi? Jo, nuk... Pas salcës 6. Mund të them që ka patur tentativa. Ka patur tentativa që të tradhtohesh, po ti i ke ndaluar? Jo, nuk i kam ndaluar, po mendoj që, nëse unë nuk e di, nuk vlen. Pra si e tradhtuar? Jo në denin tënde? Mendoj që aty këtu të ka ndodhur diçka, po. Për sa kohë se di, nuk vlen. A mendon se ka ndodhur diçka? Dhe i lumt atij partneri që e bën partnerin të aq rehat, saqë mos e dogji ky mua. Ka shumë balle. Dgjoj, ju bëni një truk. O, zot lënda. Ai që më ka tradhtu. Të zunë mallkimet. Prandaj njeriu duhet të zgjedh burrat shumë të zgjuar që të kapet tradhtia. Ori, ajo ke nëse s'ka qenë asnjë mirë zot mo. Vërtet? De facto dhe jure. Ke burrat të zgjuar? Apo thjesht ja që zgjuar se s'ka më zgjuar? Po janë shumë traumë i gjatë.
Mo lek, mos u bë emocional, mos qaj për të gjithë të gjesh, në qoftë se ka gjetë gjë. Dëgja, a mund ta them trukun tuaj? Çfarë truku do të thuash ti? Se është shumë i poshtër si truk. Ju të rreshtoni 18 salca. Po vjen njëra. Ndërkohë që nuk ka lidhje fare, nuk ka gradacion. Po. Është thjesht me dhik, deri këtu sishim. Kjo është me të futme, do thoshte popullit. Shumë me të futme. Ti vajte 10 vjet politik të bëhet si kjo? Ua, temperatura nuk di. Qa ke, do gjupin? Asnjë e fut me politikës nuk më kishte ndjekur kaq shumë. Do Unë që një qita? facolet. Si jepi një farcolet, lutem. Kjo ishte kështu në shpirt, gup. Dhëmbi, jo? Dhëmbi pastaj pëlqen. Ecim. Ecim, jemi mirë. Po mo qëllimi i emisionit është ne kemi ritmin ton, nuk është mos u shqetëso. Shumë me të futme na keni bë. Kush është pyetja më idiotë që kanë bërë ndonjëherë njerë? Pse s'martohesh? Po pse s'martohesh? Se beqare ti, që kjo gocë. Po pra tamam. Edhe mua. Ato se diun që janë gjithë kjo gocë. A, di që e gjithë ju gocë. Po mi pra, e di apo se diun çfarë ndryshoj. ndryshoj. Na dorë syt nga shilgjimi. Po mi mo, ja e di dhe nuk e diun, çfarë ndryshoj. Po ti e di ama. Po çfarë? Fakti që e di është që të kalon beqare. Ç'o ndryshon? S'ka kur një mjaftueshëm për mua. Po. Ja, merre çik veten. Ja bëj një pushim. Mund ta hap ta, Po po- hape më, po bëjmë pushim Pichigo Jo, Plus thash se zi mos kemi. ke, thash se mos ke vetëm një për gjithë suarit. Ja, hodhi helmin më. Qa mallakastre hodhi këtu më. Po ti ke 2 orë. Si kam 2 orë më? Ças tua? Qa thash? Qa të thash, më thuaj një gjë negative që thash? Një gjë, numëro. Nuk ti tham. E shef? Po i kam numëruar. Bëu ndjes. Merë. Ore, për me qëse ishim të strip klubi e këto. Zhvishemi. Jo, jo. Ata e këshën bërë që në fillim, po ti ishe ta mam njeri. Po ti isha me. Pas. E di qa do bëje për klikimet e mija, për zotin. Sa lartë nuk kisha shkuar të bëje një zhveshje. Ore, ku të pash unë që se qa po bënit me zhveshje, me gjinj, me... Goca dhe gram. Qishta i muhabet? Ja do thonë njerëzit tani, deputete kjo tani, meret në... E, po ka gjinj. Po, gjinj kemi të gjithë, më edhe Po joni. pra, si po të ketë deputetja gjinj. Njeri kështu. Ta pranoj që i ka. Po mirë, nuk mund bëra ta- ashtu, mo. Edhe unë mund ta pranoj që kam... Unë nuk bëra ashtu. Testikuj, po zoja bëj. Unë vetëm hapa këmishën. Dhe kisha hapet. dorën këtu. Kaq. Mbajte. Nuk po. E bëti që... Kush është pjesa me bukur të trupit jotë që të pëlqen më shumë? Me gjithë. Mendoj që jam e detyruar të them këmbët. Po pse e detyruar të thuash këmbët? Se janë më të Se bukura? është opinion publik. A, e thonë gjithë tjerët. Po ty çfarë të Më pëlqen? kanë propozuar që t'i çoj në muze. Këmbët e tua? Te kontemporan? Dhe nga që unë nuk para vesh shumë mini funde shkurtra. Në ato raste të rralla që ndodh, janë gjithë shumë, ua, sikur ti ke këmbë? A, ti ke 2 Qa këmbë? reklame i ke bërë vetes tënde për zotin ishte... Nuk hapni është kuti. reklam, është minimumi modestisë, ja ku e ke pyte. I ka parë dhe suada. Po jo mu e thonë të A, tërë këta faktin që e njerëz. thonë të gjithë njerëzit e tjerë. Po, Atë vlerësoj ju këmbët. referova asaj. Po përveç këmbëve se shumë... Ti, çfarë pëlqen? Djemt kur ngacmojnë gjëja parë që me vitën tonë janë syt. Ose edhe njerëzit për shumë në Instagram, thonë sa të bukur e ke përqeshën, sa të bukur e ke syt. Syt, po, patjetër, syt. Mrekulli. Syt po nga këmbët shikojnë ama. Ti Ato tek meshkuj rrallë. çfarë shikon gjë e parë? shoh? Ja dha një. Pse të thrasin kali? Fjalën me thënë të drejtën. Si fjalën? Fjalën. Amo jo, fizikisht e kuptoj, sigurisht. Fizikisht I tjetë gjatë. normal. Tjetë i gjatë. Qa definicione specifike po mjep sot Suada, ti jetë normal. Është mosha më. I në të 50 atori një duhet. sekond, kur unë të them tjetë normal, do me thënë tjetë i drejtë. Mos të ketë cepa, shtrema. Normal, se burri nuk ka nevojë të jetë i bukur. Ja mo letën. Po është normal, për mua është okej. Normaliteti është koncept shumë relativ. Për normalin Normalitet ti time quan- them unë, tani unë e po. kam diçka në mend kur e me të normalin time. Për atë normalin të po më të kuptoj tani. Shiko, normalja ime është... I gjatë? Colin Farrell, David Beckham, diçka në mes. Pirë në të. Morën Ose dhe Tom Hardy. Normali është ai. Normal. Po mirë, kush është i bukur? George Clooney, George Clooney është i bukur. Brad Pitt.
Po, dakord jemi te Brad Pitt është. David Beckham nuk është i bukur si këta. Ja. Është normal. Ne që kemi majmuna të tjerë. Ë? Ti jo, no jo, mos shikoj. Po nuk e di me këtë njeri të bëj. O zot, nuk e di. Tani për shumë shikoj atë mbrapa. Franci të duket normal? Po. Normal të duket ai? Do të thënë të duket David Beckham. Edhe ky të duket diapazoni normaliteti ton lart fillon nga David Beckham. Ja, dëgjoj. Ja, një sekond, do thoja që më duket normal si Colin Farrell. Kush është Colin Farrell më? Colin Farrell britaniku. A është britaniku? Jo Tom Hardy. Britanik dhe është Colin Farrell britaniku. Po, britanik është ai. Është smerr kështu si djalë. Prit një sekond. Okej, normaliteti është i gjerë si diapazon, është kjo është e sigurt. Normal, mund të jetë Colin Farrell, mund të jetë. Gjithsesi. Pra tek fiziku nuk është pjesa më. Nuk është gjëja e parë që më. 20 vjetur ose kështu? Jo. As aty. Do thoja prap normal tipit. Normal tipit. Vetëm pllaka barku të ketë, pa nuk dua më. Muskuj. Jo, realisht nuk. Ti kur qesh qan, ë? Po. Je natyrisht. Kur qesh sinqerisht, po. Kur qesh sinqerisht, deri tani ka qesh kot. Po jo, nuk ka qenë në nivelin e sinqeritetit si shtata. Po, okej. Çaka. Mund të pish çfarë duash tu, nëse ke nevojë të shoh një. Duhet të jepi ndonjë të re o Colin Farrell. Dua të mbledh lëngjet. U lag. Nëse me gjithë pikante këtu. Okej, megjithëse tek pjesa fizike po më tregon që nuk është se ka shumë rëndësi. Mjafton të jetë midis nëse është dikush realisht i ka tiparet e normale apo interesante. Interesante. Për shembull, si ka pas ai Suada se ti mund ta dish burri i Monica Bellucci ai Frenchi. Ai është një mashkull shumë interesant. E pra. Po. Me thënë, doni nga këta që kanë si hundën që ju merr si falcot jashtme, po sy shprehës, po një doni nga këto. Siklet në shumë doni nga këta. Ha, po dyqani. Ja, po doni tani se kam dëgjuar shumë goca, në fakt që. Po mi më dëgjoj. Kurse ne meshkujt i duam thjesht buzë. Po pra ju doni këto, modelet e Victoria's Secret. Jo. Monica Bellucci si model. Kupton që është perfekte, buzë trashë kështu me radhë. Nuk na interesojnë neve portretet për shumë, në tërësi se mund të ketë përjashtime, që janë e ke parasysh diçka ka. Po sepse ju shihni dhe gjoksin, dhe vithet, dhe shalën. Po ju nuk shikoni këto shpatullat e gjoksit. Po ç'ti shojnë cica sa të ndaje ka? Cila është gjë që sheh fizikisht më shumë tek një mashkull? Në fytyrë absolutisht. Fytyrën, Po. Nuk sheh nga trupi fare. E shoh fytyrën një herë. Pra, ti the e para është fytyra, mua po nuk më tërhoqi diçka në portretin që ka. A duhet të ketë burri lek, Ori? Shiko. A duhet të ketë burri lek, a duhet të ketë gruaja lek? Po burri, lek gruan. Unë flasim dhe më vonë, për burrin. Nuk është çështja duhet të ketë lek, çështja është se kur je 18 vjeç, ku do i ketë lekët e shkretit? Ja, mo jo, them. Mirë, pra, po unë tani jam 39. Vajte 39. Kam bërë disa eksperienca, kam disa disa eksperienca, nuk është i dyti ky. Eksperienca pune. Kam qenë media, kam qenë politik, kam të ardhurat e mia, vizë do të që nga një familje që s'ka munguar gjë. Dhe normalisht do jetë pak në raport. Mund ta kishe thënë dhe po. Me mua. Po jo se abuzohet shumë me këtë. Më pak lek se ty? E pranon një burrë pak? Po, patjetër. Gënjeve. Jo, s'gënjej fare. E kam me fakt. Çka ke? Pse po flet? Pse s'po lyep? Po çof. Çfarë po bën? Po rrozohen lart. Jo, po mendoja që nëse ai ka më pak lek se unë, duke njohur tipologjinë e burrave, që janë hamsa, dhe do ndiej keq jam e sigurt. Po për bugojës nuk ka vdek njëri në Shqipëri. Do sfidoj që të kishte edhe më shumë lek. Për sa kohë ke mbjetuar brenda PD-s, mund mbjetosh. Jam partner shumë suportuese kështu për sa i takon biznesit e gjërave, kështu që edhe ai do sfidoj që të punonte më shumë. Bravo. Të ketë. Pra është përgjigje. Dhe shumë mirë duhet bëj që të ketë burri lek, u të vesh një burr pa lek tani. Ndërkohë se ka mendjen fare të kun mendon sa do djegi salsa përgatitet. Po një. Do me thënë, kjo ta jepte me të parën. Kjo ta jep me të dytën. Shikosh të tretën ti. Po çfarë dhe gjë hyre politikës? Nëse bëre keq. Është karakter. Sungope, ë? Është karakter. Dole u bëre personazh publik në media, doja akoma. Jo, po unë s'isha personazh publik kur kam filluar politik. Dhe me thënë, okej, njihesha, kisha patur eksperienca nëpër media, por nuk mund të them që unë kam qenë ndonjëherë identifikuar kështu me të parën.
E qartë, po dakord, ishe. Po, Nëse koment kot që bëra unë. Që në 2014-2015 në praktikisht angazhimin direkt në politikë. Pse, me çfarë qëllimi? Doja të punoja. Edhe kam qenë gjithmonë rebele, edhe në shkollë, edhe në debate, edhe në kauza. Edhe... Për çfarë je rebeluar së shumti në Shqipëri? Për gjitha. Për gjitha, po pastaj fillova ta mbylla gojën, se më diqte. Të djek një moment. Jo, kjo të diqka shumë nga momente nga pas. Të tretin? Erdhi e tre, kjo është kështu shtrihet, kjo është salë shumë e poshtë, realisht. Më vajti të këmba. Ama, të këmba bukur. Pëse, se kam të në bërë. Ti po thoqe për këmbën poshtë? Për pjesën e poshtë? Të gjitha? Komplet këmbën. Në dire në një? Të shi. Të tregoj foto. Më tregoj foto. Me të burrave po t'i krimbi. Po pse mund të tregoj dhe unë, këmbët e mia, prit. Jo, nuk jam kurioze. Nuk ka problem. Ja, prit, do ta tregoj këmbën. Ja, tregoj. Ja, urdhëro. Kjo jam me ullur, po janë këmbë. Më tregoj gjurin e. Ma hajde tani. Seriozisht e këti, unë thash do më tregoj në një gjithë shtrati, në një gjithë ekskluzive. Se kjo nuk e pa, të Instagram e kam këtë kështu që. Suada kujtoj ta marrim këtë si foto që ta montojmë, se jemi live. Jemi live, Suada ka dhe foto tjera. Ka Suada foto tua me këmbë shumë? Suada, jeni vërtet aq shoqe? Kemi bërë 3 vjet pushime on top bashkë që... Keni bërë pushime të bashkë? Pushime on top, kështu që normalisht që... Më ka parë shumë herë me robë banjo. Të tregoj dhe unë... Këmbët. U vdiqa tani. E mo janë në këmbë. Duken këtu, duken. E më duken, na. Ato janë shumë tuta për mua, këto. Atë më tani ashtu i kam. Qëse ti ke kështu janë shumë tuta, e shketa grua jote. Ja, di që kam grua. Pa e dashur e shoqja, ajo që do kesh. Ajo vdes për këmbët e mia. E, po si ke ashtu? Gënjeve. Ti nxjerr tani live? Nxjerr, emisioni jote është ide u klikimet. A nxjerrim tuat mi? Nxjerr. Unë si kam të bukura. Nuk më tregoj, nuk la tregoj. Kaq me ti tregova dy. Më thuaj çik. Më dha dhe mua çik tani. Hasallam. Çata? Hasallam. Hasallam se kemi të mirë. Është i mirë. Kemi vini. Shijoni. Është i mirë. Çfarë, s'e di sa të thoja diçka. Po me bigun si unë dire. Edhe të kritikon atëherë, deputete kjo del në big. Po po të liqe këtë. Po unë kur bëra deputete, unë s'e kuptoj pse syre konkurrente njerëz, çfarë problemi do kishte? Jo, ajo po do ishte problem. Po pse? Se po të vesh parlament ka një diferencë. Kur kishe marrë gjop ti në parlament? Jo. Më kishte dalë një lajm se kur kishe marrë gjop. Jo, është budallika e lajmi. Është budallika. E di çfarë lajmi thuhet ti, po jo, nuk s'është ashtu. Jo, po solidarizova është. Parlamenti jo, s'ka marrë asnjë gjë, parlamenti thjesht funksionon si çdo institucion. E ti po loton nga qeshura apo? Që në vartësi, po jo, më tani dhe po i fshija pak tash mos jam. Ishte çik. Kujdes se mund të fshish duart dhe mund të prekësh syrin, se e kam ngrënë në atë muhabet. Kam qenë 2 javë sikur kisha salduar hekurat e kom shqyr. Po. Mora do të vetëm qeshti se. Po ne gratë që gatuajmë dim të muhabet do Nga qepa? Nga speci djegës. Kur e skuq që djegin syt patjetër po. Kur e hedh aty, po nuk do ta hedhësh ashtu, prandaj s'di. Po se preka nuk e qoj. A do ta prekash? Se s'bën. Çdo gjë. Dhe po të thoja, institucioni i parlamentit funksionon që duke qenë se unë kisha një mandat që ishte gjysmë mandati, të gjitha pagesat e mia llogaritishin ndryshe, kështu që prandaj ishte lajmi rrem. Ishte pa lidhje, po. Si unë jeve brenda bigut? Mendon se dole më mirë se para se ty apo më keq? Jo, më mirë dole. Më mirë dole. Po. Kush është konkurrenti që të... Sepse më pëlqeu shumë që njerëzit patën mundësinë që të mihnin edhe në atë... Unë nuk e kisha shprehur shumë mënyrën se si realisht jam në media. Te bigu pata mundësinë që edhe të shpërthej. Të ta komentoj që? Këtë komentosh. Ty, në big.
Po, më komentoj që duash. Komentoj. Qa s'kam një gju? Jo, më çfarë do të gjithë mirë, nuk është gjë e keqe. Ha, po, Senzi- e keqet ishte e bukur. E di si më e dukur. Për kikime, po them. Pa shpife. Po, njoni hajde. më tha e pse u boje si gru. Si gru? Po. Po nice. Jo, mua më duk sikur në moment caktuar përfshiheshe më shumë se ç'duhet. Përfshije, më. E nuk e bëj dot pa përfshije. Pra, unë realisht mund ndihesha keq në ca situata për ndonjë gjë që ndodhte ose për ndonjë gjë që s'm pëlqente. Për gjërat që ata bënin ose mënyrën se si dilnin. Realisht përfshihesha. Edhe mua më pëlqen që Ajo në rolin, mbase në rolin analistit është çik për Ja. shumë Arber Haridari është më easy te kjo. Do të Po, thënë, ka dhe eksperiencë gjatë por. Nuk e di si do jem Arber Haridari është 15 vjet më i vogël se ty, çka ka eksperiencë më të gjatë. Ti ke pas eksperiencë të gjatë tek brenda formatit. në big. Nëse ajo është eksperiencë edhe më shumë. Kush duket Shiko, unë jam njeri shumë empatik, unë kam shumë problem që t'jem e ftohtë në raport me njerëzit. qartë, po ti je empatike, do kishe nxjerr këmbë gjëra sot si empatike. Po bëj kot. Po, shiko, Hajde, lyje aty. me që jemi të biku se i shka. Lyje ti shkon fare. Ha, mo që bën aty? Po i Që gjyre. lyje se nisë mirë në fillim. Ku vajti sedra? Mirë, bravo. Ja, se mos u është. Hajde. Prit, Nuk e di pse iku syri një moment që e pa. u bashkuar. Dikom kujton. Kë? Ta gjirun? Gjibanin. Pse ma? Jo. Po e mban, me të po. Jo, po e mban, po e mban. Që po e frin vetes me sallam? Po për gati sallami që të hyj freskët. Jo, për zotin qëfë e nxjerr nga konteksti këtu do... është për kështu për video TikTok. Nxirre si të duash nga Jo, konteksti, s'ka nuk ka problem fare. Ne, do me dhe një deklarat në lidhje me... Kush me e vështirë, ti është parlament apo në big? Thuam. Parlament. Parlament është me e vështirë. Pa diskutim. Sa e vështirë, si është ti aty në parlament? Thuaj që këse jam kurios. Skandal. Unë e konsideroj realisht si pension. Dhe nuk e kam dashur aq herët mandatin. Po, ndodhi. Okej, sfidë e bukur. S'pata mundësin të shijoja. S'na dojgji kjo. Po gjendesha, jo, na dojgje, se edhe kjo E vjen. ka pas. Zori dhe një klikë më. Por, ne i kisha menduar shumë më vonë, si karrierë politike, parlamentin. Po si të duket? Pse është skandal? Skandal është se e para ato 2 vite që isha unë, parlamenti po thotë se s'funksionoi. Opozita ka sabotuar 50% punës. Sabotuar. Jo sabotuar, po ishte Tani sigur dojgji. protest. Ha sallam, di ha të keqe. Ha se na lek të pozitës janë. Edhe për sa kohë debati dhe gjërat bëhen në mënyrë konstruktive për çdo lloj ndryshimi që bëhet, si qeveria gjaj ka votat edhe e ka marrë vendimin, pastaj gjithçka tjetër mbetet si karton xhez numrash. Qartë. Të pam që hëngre. Do hash ti sallam o sallam? Jo, të pa. Unë dua fazolet se lëngjet e mia Na vajt. nuk janë kaq për të mos u konsideruar. Me shënoj e titull, lëngjet e Orit nuk m'lidhen. Jo, më jam lidhur me i fazolet. Ori më e lagur se kur në flak fare. Dakor. Barsalet më thënë në flak fare është gjithmonë traditë që themi një barsalet. Kam vetëm një barsalet që jam i sigurt që e din gjithë. Po e për kënaqësi. Nuk ka fjalë pista, po është me gjest. Është me gjest. Gjest të pistë. Edhe është me vlonjat. Është me vlonjat, Merkulli. I duam shumë barsalet me vlonjatët. Po, edhe vlonjatët i duam. Po absolutisht. Edhe nuk e di pse shumë njerëz mendojnë që unë jam nga Vlora. Ndoshta nga që jam labe. Po. Okej. Ishin 2 shok, po ecin në shëtitore. Edhe teksa po ecin të dy aty, kalojnë 2 goca edhe i thot shokut, o vëlla, sa e mirë kjo brunja. Tja, një herë, Po. qa dhuar budallaj, dhe është motra ime, po ç'keu janë nxjerrin prapë.
kisha dëgjuar. Kuptoj që dikush nga Tepelina nuk e dinte si Barsalet. Jo, nuk e di. Do me thënë, kjo është vipja Barsalet që unë mbaj mend dhe ai shumë sa e kam treguar, isha e sigurt që do kishte ardhur një moment si rotacion. Nuk është bërë aq virale, jo, më e lezeshme, po. Do mërziten vlonjat me këtë. Jo, pse? Po se kjo i tregon shumë praktik. Të mençur. Të dy vlonjat ishin? Po. A ishin dy vlonjat? Po. Po nuk mund ta psoj vlonjatit e Barsaletën. Pse? Ka parë Barsaletën e vlonjatëve. Jo. Vlonjakët gjithmonë është vlonjati që ja fut çdo krajinë tjetër. Ishte një vlonjat një lushnjar, një vlonjat tjera. Po, ka të fut me këto, ai e nxori. Jo, që ta nxjerrësh duhet futet një herë. Jo, mua më pëlqen shumë logjika e reversit, do të thotë e kthej mbrapsht. Po, e nxorëm si një herë. kaseta. Po, dakor. Keni me lapsa diku në kasetë. Është ligj fizike, çfarë futet del. Ti personin është, nuk e di se më mend se që ti e di me fizikën. Deri te graviteti kam shkuar, që na tërheq toka. Se te molla. Deri aty. Kur bie nga pema, Si do duket kandidimi? E dinjetina nanine e shami. Si duket kandidimi, mos qeshti Tepelense? Si duket kandidimi, me qëse dhe ti përket një figure që ka ardhur nga mediat, si Flor Binaj? Më duket okej. Kaq. Është për të parë. Nuk e di si kaq analitike, valla. Nuk e di pse unë kaq thellë, sikur e pyeta unë çfarë mendimi ke. Flori duket okej. Jo, e kam në sensin... Ti, do me thënë, më ke vënë flak në gojë dhe do dhe analiza. Në shkëta po hasa lanë, së s'kam kërë asnjëherë në jetë. Ha, keqen, ha. Ha se falas është. Po pse, po t'ishte me le kujtonte se do e mendoja. Unë do e marrë dhe këtë me vete, more, se mos më ngelen. Po do ta paketojmë atë. Ashtu. Te ke dhurat nga emisioni një. Mba, he? Flori ashtu. Ma jep, more! Ja, dhe vërtet e do. E do vërtet? Ma japi, më qa nga shky, më? Ma jep më këtu si dhe këtu ashtu. Ma, e sa da në zoti mamja. Këta prandaj i hyri politikës e kuptuat psikologjin. Kur në mos kthej asgjë që t'i japi, nuk e di ku mund ta gjej. Anyways, jo, do ta thaj këtë. Flori ka qenë njëri që është angazhuar. E mbajta. Është angazhuar. Në politik apo në jetë sociale? Po, ka qenë aktiv, do me thënë krahasimisht me gjithë njerëzit e tjerë që janë në media. Po, ka qenë, po. Nëse përkrahin thjesht me ekzistencë. Jo, e dini çfarë sensi e kam? Nuk po them a është e justifikuar apo e pritshme. Po them, a mundet në një sistem që nuk funksionon, një njeri i cili nuk i përket një sistemi, ketë kapacitetin që të ndryshojë sistemin në favor të qytetarëve, sepse politika në Shqipëri nuk është rezultat i menaxhimit të keq të një individi. Është rezultat i një keq menaxhimi sistemik të vazhdueshëm në të cilin thith individ që mund të jenë të zotë të mbijetojnë pikërisht në një sistem që nuk funksionon. A mund të thyej Flor Binaj, po themi, një sistem që e dim se si është? Thjesht sepse ka dëshirë? Tani, si një strategjiste e mirë, dhe jam shumë serioze të kjo pjesë, se në ka patur një gjë që unë kam qenë e mirë, ka qenë strategjia dhe kjo për shkak të eksperiencës që kam patur në marketing dhe në PR. Okej. Dhe fushatat patjetër që janë rrënjësisht të lidhura me këtë. Nëse, pra, në këtë situatë që ne kemi, për atë arsyen kryesore që ti the, Flor Binaj, si njëri që vjen krejtësisht nga jashtë politikës, do dilte si kandidat realisht i një opozite të përbashkët që realisht do ta mbështesi me të gjitha strukturat full dhe me një strategji shumë të mirë, absolutisht që do ishte një kandidat i fortë dhe që do e rrezikonte mandatin e Bashkisë PP-s si konkurrent. Por unë nuk mendoj që as PD-ja vetë, as e gjithë kjo opozita e bashkuar, së bashku, edhe në të gjithë potencialin maksimal që absolutisht jam e sigurt që s'do ta ketë, që t'i vihet në dispozicion, nuk ja del, nuk i ka këllqet sot që të shty Florin si një kandidat jashtë politikës, me një strukturë të fortë të mirë që të marri atë shumicën që vetë ata nuk e marrin dot për shkak të atij faktori politik të konsumuar tani më. Pra, nëse strategjikisht ti do më pyesje te kjo gara, si do ta luaje? Ka disa formula. X2. Ka disa formula. Pra, kandidati i jashtëm me strukturën e fortë. Por problemi është në Partinë Demokratike në 99% raste, dhe për këtë unë jam e sigurt që e një nga arsyet pse për shembull Jorida ose Ali Mehmeti nuk e kanë parë, nuk kanë dashur që t'jenë kandidat, si më të votuarit e Tiranës, që ishte logjika e parë që i shkonte gjithë ndërmjet.
është fakti që ata e din shumë mirë që brenda strukturës të gjithë individet faktor që aktualisht janë me mandate, që kanë poste dhe që kanë tarafin e vetë, pra se kur ti je brenda strukturës dhe një strukturë, ti e di shumë mirë që posti tërheq njerëzit, dashamirësit, demokratët, fanatikët dhe gjithë bashkë. E humba këtu, nuk... E s'ka që se presi montaj. Këta njerëzit që e kanë potencialin, pra struktura bazë, janë të parë që të punojnë kundër. E kuptoj. Pra zbet ky vend. Unë e shoh shumë të vështirë për sa kohë këtu, gjithmonë njerëzit do kenë vetëm këtë ambicien personale, të tipit të bëhem unë sot. A është Ali Mehmeti, është Ali Mehmeti një figurë shumë e mirë për të qenë lideri i Partisë Demokratike? Unë nuk të them dot për lider. Aman, shiko, për mua lideri ka shumë karakteristika cilat normalisht duhet i shfaqi në kohë. Pra ti nuk mund të mbish nga hiçi si lider. Ama Ali Mehmeti është një figurë jashtëzakonisht shumë e mirë. Po, popullore, për PD-n, po është unë kam qef, i mirë. Do me thënë, unë kam patur rastin edhe shansin që ta njoh personalisht, se ne kemi punuar gjatë kohës edhe të pandemisë dhe pa diskutim që ai ishte një ndër mjekët më të saktë dhe të dashur edhe Po, edhe unë e njoh personalisht. Po, kështu që ai sa kemi në emision sot apo e tregoi që e kishte atë karizmën. Po dhe populli e tregoi që e vlerësonte, edhe kur kandidoi si kandidat me Bilind Kolliçin për bashkinë, që demokratët e votuan, pastaj e vendosi tërhiqje, i mbështeti Belindin, ama ai e mori vendesimin e demokratëve. Ama për lider, kur flasim për lider, në këtë situatë që ne jemi, unë mund të jepja pak më shumë kohë që ai të dilte të ajo siguria që pastaj kërkon edhe lideri i partisë. Sa vjet mendon se mundi duhen Partisë Demokratike që të vazhdojë të mos fitojë zgjedhje? Qose vazhdon kështu siç është, infinit. Sa të kenë jetë gjithë ata që janë aty. Do të ketë vaj trupi 50 vjet, shtyje akoma s'do kenë bërë. Po, prap 18 do duke. E vjeta e vërteta. Çfarë ka një gjë që ti doje ta komentoje në këtë prit, më ta lyej edhe unë tamam, ja, se mos duhesh, në këtë podcast. Që doja ta thoje dhe unë këtë pyeta. Që unë doja ta thoja dhe ti nuk më pyeta. Para apo pas? Para apo pas shtatë? Ore, si je tani? Si je kështu me? Je e dashuruar? Ja. Po e lidhur? Ja. Je beqare? Po. Je beqare vërtet? Po që bën ti 40 vjeç vajte akoma smartohesh? Ka llogre. Ka llogre. Jo realisht. Ka llogre, ore. Nuk e gjet asnjë burr normal. Ore, ka që vështirë të gjesh burr. Po tani ku ti? Ore, pse s'dogji kjo? Unë jam pak Kjo pas ka një veçori tjetër. E filloka nga brenda. Çfarë kam bërë? Lyje më tamam. Ore, pra të zotë lyva po im lyraci. E kam u këtu. Po lyje tamam, lyje. Po nuk e ndjen. Nuk e ke lyer tamam. O, zotë Perëndi. Po mi, a je dashuruar në njëri në jetë kështu marrëzisht? Po. Me kë? Dëgja. Burra duhet jenë më të mëdhenj apo se ke problem tjetër? Unë nuk po flas dot, je sigur që fol me gjuhën e trupit. Çfarë do? Burri. Ka rëndësi mosha? Jo. Nuk ka. Po pse po ti je tjetër për shembull 25 vjeç, merresh tani 39 vjeç i ti. Jo. S'pas ka rëndësi po ka. Po 29 po. E ke të nënda? Shte batut. Ua, qëfar loti i ka ik? Po ju burra ti që si kalamoj edhe 50 vjeç për burr. E ti ke trupin e kemi mendjen. Mundohet për shtatëshe. E mos e kam seriozisht. Po vuaj shumë. E ndjej si kur ke marrë një thike dhe vazhdon. Ke parasysh kur të fut gishti në plagë, ashtu e ndjej. Dorsa... Kjo sot, vëlla, po ti marrësh audio e ta nxjerrësh nga konteksti, sot ka xhiruar një film
me metrazh mesatar as shkurtër porno. Merri dhe ca audio. E kupton sa të lodhur jemi. Kush jemi të lodhur? Ne si kombë. A me jep pi kartopet të da se është lagurori. Ula. Andaj inshallah hapin ato shtëpi ato që të kuptojmë që Ore ti ke shtëpi vet për shkakun jeton në shtëpinë tënde, e ke siguruar një shtëpi me kam gjithë të mbyllur. shtëpinë. E kam shumë të mbyllur, kam dy që Me kam seriozisht. edhe kam E ke me qira, e ke bler. Kati paresh mami. E kam seriozisht. Përse gjithë kjo punë vajte 39 vjeç, do të Ma thënë ka bërë babi. ka bërë babi shtëpinë më. Me lekët e babit gjithë këta. A di sa po kënaqem tani Ore, ma që ka erdhi me bërë atë babi fytyrën e çillosur fare me ata sytë e bukur që i thonë për Instagram njerëzit sa të bukur i kanë sytë, edhe Po dani tani më janë bërë më të bukur. Tani që loton po. Nëse s'do ishte bërë sipërmarrëse, biznesmene, zëdhënëse politikane, figurë mediatike të tjera mëra, çfarë do ishe bërë? Balerin. Vërtet do të ishe balerin? Prej këmbëve, besoj. Janë këmbët gjithmonë me. E mos, nuk po the, do me thënë se i pyes gjithë ftuarit. Arkitekte. Arkitekte do ishe bërë, vërtet, ta thot për këtë? Kam patur këtë fiksimin që e vogël që bëja skica. Shpinë që të ka bërë babi e ke projektuar vetë? Jo, po i projektoja po shkollën, të veçarin ku shkoja. Okej. Pallate. Po nuk vazhdova për lënë që do duheshin, se ka patur një rregull arkitektura, pra jo se nuk rekuperoj, po pastaj s'qe e shkruar. Ua, sa më vjen. Ua, nuk di. Okej. Po tani çfarë presim nga Ori? Kush është ambicia më e madhe jote? Ambicia më e madhe ime? Ka shumë pyetje klishe, po në fakt Të është bëjmë kryeministra e Shqipërisë. Mendoj që Mendoj se realisht vetëm ka duke- nevojë për një njeri të mirë. Po politika nuk ka nevojë për njëri të mirë, njëri kompetent ka nevojë. Po kompetent jam, po ti Jo, dhe i kompetente mirë për se çfarë? kompetent. Nuk është ata që janë, nuk janë kompetent janë ata. Po? Janë ligj. Ai bën politika shqiptare të ligj? Jo. Apo janë të ligj prandaj në fut politikë shqiptare? Rrethanat e nxjerrin atë që ti ke. Po si do dalësh ti nga ky rreth viciozit që jeni të gjithë këqij politik? Unë kam dalë nga rreth vicioz. Nga rreth viciozit që jeni të suksesshme brenda politikës, jo të jeni thjesht. Tani Ka kjo- njerëz të mirë, po që kjo nuk do kanë një sukses. strategji. Po Unë ti je re jam. stratege. Po E punoj. ke seriozisht që ambicia jote është thjesht. Absolutisht. Kur do futesh te PS-ja? Që të bëjmë kryeministre duhet hyj te PS-ja. Nëse vazhdon PD-ja kështu, Po o do gjatë- bëhesh ti lider e Partisë Demokratike dhe do ndryshosh gjithçka aty brenda, që të bëhet ashtu siç ti ke planin strategjik të bëhet, ose ti duhet shkosh në një parti që mund të bëhesh. Të ka ardhur një Edhe kjo propozim për mund të shkak nga e Majta, Real Barcelona të bësh si Figo në 2001-shin ti ikësh nga Real. Më kanë ardhur propozime. Të kanë ardhur propozime edhe nga e Majta. Po. Edhe më përpara. Unë ati. Besoj. Gjithmonë. Po pse si ke? Po se unë besoja te ajo që aty ku Për ishe. një sekond, Mendoja miq. që E pat, besoj. Besoja. po, nuk besojmë. Nuk beson më. Lajm shkruaj ekskluziv tjetër. kushte Orin e jo. bie e pranon që ka bërë seks me Si kështu janë titujt. Unicorn. Me një unicorn. Kështu janë titujt. Pra, shënoja si titull, Orin e bie e pranon që i kanë ardhur ftesa nga PS-ja dhe kur nuk i dihet tjetës. Patjetër. Unë do të votoj edhe nëse shkon te PS-ja. Ora unë doja ekzekutivin. Unë prandaj s'votova në fakt se ishte te PD-ja. Unë votova për Lulin, ta dish. Po Luli i them këtij Ramës. Lule. Ose jo. Lule të thonë lule. Vazhdojmë, kemi 10 minuta gjithë, ma ka diçka që do ta thuash, po s'ke një gjë për ta thënë. Ja, Pra, e je thash. beqare, je e lumtur, je e mirë me shëndet, me trup e kështu me. Mirë. E zëm, pse do duhet Ta di unë që ose si e beqare. të doja me e thënë? Po në kuadrin e empatisë dhe natyrës mrekullueshme që ke, mund të shisi një lajm ekskluziv. Të Të binim tipit? dhe me një titull, Orin e biej lidhet për herë të parë në jetën e saj. Jo. Ose Ori e ka seriozisht kësaj herë. Juridikisht ti, Mund të gjejmë një titull të tillë? Atë Ori titull- kësaj herë ka seriozisht. jo me jo, atë të Gabova me titull, çiko. Gabova me partin, po jo me burrin. jo me dashurin. Jo me dashurin, po. Me burri rrinë edhe më mirë për gratë, dashurin. Sa po të gjej atë burrin që do jetë, si shtam pra ajo normalja. Ka brenda PS-s në një tillë. Ja. Ne nuk e njoh ditë pse. Kush një Ta që ndajnë televizor një. në Shqipëri. Një burr, një mashkull,
që I vetmi duket vërtet politikan që atraktiv. ka qenë për mua simpatik dhe ka sheku që s'është më. Luciano Boqi. Jo, ai është. Është. Ka qenë Po pse Oketa. qesh? Pse qesh? Gazmend Oketa. Gazmend Oketa. Po ai Gazmend Oketa më pëlqen edhe mua, po flas për një njeri normal. ai Jo, ka asnjë qenë i tjetër. vetmi politikan si kështu, si staturë dhe si Ai PD qasje si e kishin ftuar si e ka? Kush? I Lushnjës? Sajmir Koreshi. Koreshi. Gjithë e çon është. E kam shumë mik. Po është shumë simpatik. Edhe e si njeri. vlerësoj shumë. Unë mendoj se është ndër të Edhe unë për shkak të mirë. doja më shumë deputet se Sajmiri. Pra Patjetër. deputet që minimalisht janë Të sinqert. të vërtet me gjën që duan për cilin dhe se janë kështu Po ja, ai mota moja e tablos që ekziston. Ai është simpatik, mendoj unë. Jam shumë dakord. Dhe unë mendoj që Shqipëria ka shumë nevojë që të dalin nga gjithë prototipet dhe stereotipet që janë krijuar deri tani. Dhe të përqafoj krejtësisht të kundërtat. E vështirë. E ti? Po, besoj të Gen Z. Në fund, atë Gen Z, mirë, dakord. Te këta që i vu flagën e palit. Kush e di? Po ata janë nepalez, më zemra. Po, do shta. Në 1789 disa francezë i vun flakën e Francës. Do shta vjen. Mirë, dakord. Nuk besoj me sa po shikojmë, megjithatë uroj që realisht unë realisht uroj që të vazhdoj të shikoj brenda politikës, pse jo nesër det jemi dhe kolegë, se unë kam ambicie të tilla, nuk e di nëse do të më ftosh edhe një herë, Ai ka ambicion, ku ta gjej? që të më marrësh politikë. Po unë vjet shumë. Dëgjoj. Po dëgjoj si Nuk, than, si disa thaj, vjet, kush e vlla. tha atë? Jam të merr, ore. Se mbaj mend. I marr lek, futem në shtëpi time dhe i vjedh Ore, nga tha. shtëpia ime, aq vest keq e kam. Ne nuk është se do vjedhin ata, po Do vjedhin më vjedhin pak. më mirë. Më pak, nuk do vjedhim si ata. Nëse, midis pyetje fundit do të bëj, nuk pyet se të pyeta 10 herë, ke ndonjë gjë që do ta thuash? Po A ke për ndonjë zotin album nuk për kam promovuar orgull. ndonjë? Po unë nuk këndoj, më unë nëse këndoj jam si gumar. Hajde këndojmë një. Hajde. Hajde, çka këngë do kapim? Përret. Jo. Këndo ti nisi çfarë? Unë Po pra përshtat. më jep një këngë. Tuman kuqe. Tuman kuqe moj bel hall, ma bën me si, ma Si, moj. bën. Qose e nga Gjirokastra, po unë se jam. Kënga është çame. Po mirë, pra, po jo gjithë qamet dhe kënën me si. Po mirë, mo kap një këngë jugore ti tani ta bësh me dialekt grek. Qumë bush mali, plot me rush, plot me Spaske rush. për zotin. Thot në neja, Ska është drama. është edhe ajo. Kap një që e di. Hajtja marim një zë, të na bëhen dy zë, dy si së i ka lopazën e holle, ka bilbili që këndon në prill. Edhe kështu vazhdon, kjo deri në 10-ta. O, vërtet është dhe shqip kjo? Po. Është dhe greqisht. Po, kam përshtypjen që gjithë shqiptarëve që këndonin, sidomos në jug i pëlqente nga që kishte edhe sis brenda. Këtë marrë, këtë lë, njëra si ftua, tjetra si këshu është ajo? Kujtet ajo? krua. Si krua, dakord. Miq dashur, kjo ishte Orin e Biaj. Qa harruam? Flak, Qa harruam? qa harrove mu aman. Aman. Do më propozosh? Jam i lidhur. Humbe mundësin që të E jetë me një. the pra, e the. E po e thash një Se që lajm parta ku e ekskluziv. diti. Jam i lidhur, jam i martuar. Po, e Qa i ndjeja lidhur? unë, Jam i e ndjeja, martuar, e sklavëruar deri në palc. Dhe jam i lumtur për faktin që jam. E lexova Jam atë vetë prindi një që burrat më të suksesshëm ishin burrat që ja flasin kështu si ty për gratë. Si flasin? Siç folet ti tani. Që jam i sklavëruar, që më rre gruaja dhe abuzon me mua? Po. Absolutisht më e pranoj pse Sa e që jam. bukur që ka ajo. Ashtrus. Jo, kjo është dhuratë kutia. Po mirë, atë ku ti jam vlen, se unë kam ca gjëra në shtëpi dhe mund t'i vendos aty. Po. Se ku ti e qenë shumë? Argjendari Donaldo sjell ekskluzivisht për Orin e Biaj një dhuratë kështu handmade bër me dorë që mund ta shikojmë. Argjendari Donaldo e gjeni lehtësisht përballë qendrës Toptani. Përballë qendrës Toptani Po sa të bukura që po është kanë bër o handmade. zot. Është me goglari dhe me perla. Ua sa e Nuk e di bukur sa që të ka. pëlqen si stil. Mua më pëlqen shumë dhe unë vdes për perla. E kam nga mamaja këtë që më pëlqejnë perlat, se ajo kam mbajtur gjithmonë edhe Edhe unë. perla është shumë në modë tani. Është kthyer. Perlat janë gjithmonë në modë, çfarë është klasike është gjithmonë në modë. Më besa. Do ta vendosësh. Unë e Ja, na vendos. çao mikrofonin. Po jo më, e më ha e çava mikrofon. Çao mikrofon se bën mikrofoni 200 euro tani, mos na bën dëm me kot tani Ori. E mos Se është sipër, Me mor. djerë si kemi bërë si ju të U politikës. sa e bukur dhe e di të fortën. Unë kam një gjerdan me perla që i ka perlat pak më të vogla. Si ja vë dot. Dhe kjo, po,
Po për zotin e madh. Po si të mban ajo grua që ke në shtëpi, mor si të mban më një varë se nuk di të mbyllësh. Edhe ta mendosh që gruaja ime dizenjon bizhu dhe unë s'di t'ja vë. E të mëshme. Po, ju lumshin duart. Entelës tuaj. Entelat të lumshin dot. A mo entel, asa do dua çati thua Ua, sa më pëlqejnë perlat, nuk besohet. Ua, po unë ta kisha ditur që do merrja këto dhurat, do kisha ardhur më herët. Herët erdhe më në kohën. Miq, Ori, të falenderoj zakonisht shumë. Uroj shumë sukses, uroj ta kesh shijuar. Unë e shijova në maksimum. Ishte shumë qef, po më dhëm stomaku, me thënë të drejtën. Të dhëm tani? Uroj që mos në zjasi shumë. Jo, nuk do zjasi dot. Japun një gjë që është speciale. Edhe ul. Po. Si recet, sallam. E di se ndin. Tashmë e kam. Ori, jam shumë happy që të njoh, Edhe unë. Vërtet? Po. E vlerësoj shumë, edhe besoj se versioni që njoha në këtë podcast është pak a shumë versioni që është në të përditshme. Absolutisht. Kështu që absolutisht. Patjetër më, o zot si e kam Sofin. Falenderoj sponsorat e mi. Go Plusin, i cili ndodhet gjithmonë me ne. Është Sofia Çanit kjo apo është tjetër? Jo, kjo është Sofia e Bertit. Është e Bertit. Po. Tonën që ndodhet gjithmonë me ne me këto sallama rregullisht. Tashmë pa një sallam aty se kam unë. Ja dham një këtyre të opozitës. Kodigo Tequila dhe sigurisht ju te Kredit që Orin do ta ndihmojnë në këtë periudhë derisa të kaloj tek PS-ja në një aplikacionit të Majute të blej gjërat që ka nevojë me 0% interes. Duke ju falendëruar të gjithëve. Ju lutem, subscribe, follow në gjitha kanalet tona, deri puntatën e radhës, kalofshi sa më bukur dhe me mend në kokë. Edhe monopatet, kujdes mos dilni me monopatet.